Në një dalje të fundit për mediat që ka shkaktuar reagime të menjëhershme, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj ka tentuar të qetësojë opinionin publik lidhur me shtrëngtimin e karburanteve në vend. Sipas ministres, fakti që litri i naftës ka këpërcyer sërish pragun e 200 lekëve nuk përbën një rritje jashtë normales, duke argumentuar se tregu shqiptar ka treguar qëndrueshmëri, pavarësisht tensioneve të forta gjeopolitike në lindjen e mesme. Gjatë konferencës së përbashkët me kryeministrin Rama, ajo theksoi se qeveria është në monitorim të plot të situatës, por për momentin nuk e shet të arsyeshme rikthimin e bordit të transparencës. Ibrahimaj shpjegoi se luhatjet në bursat ndërkombëtare kanë qenë drastike, duke lëvizur nga $700 për ton deri në pikat e pikut prej $1.200, por sipas saj, reflektimi në Shqipëri ka qenë i përmbajtur, me një rritje që llogaritet vetëm 10 deri në 15%. Ministria zbuloi se është ngritur një strukturë e posaçme ndërministrore që vëzhgon çdo lëvizje, nga zhdoganimi e deri te tabela e shitjes me pakic, duke garantuar se marzhi i fitimit për tregtarët është i kontrolluar në nivelin 8.5%. Një nga pikat më interesante të fjalës së saj ishte falënderimi publik për grosistët e karburanteve. Ministria deklaroi se ka marrë garanci nga kompanitë e mëdha të furnizimit se ata do të mbajnë një profil të ulët fitimi gjatë kësaj periudhe krize. Ky premtimi tregtarëve për të mos fituar shumë para, sipas qeverisë, është arsyeja pse çmimi nuk ka fluturuar në nivele akoma më alarmante, duke shmangur kështu nevojën për ndërhyrje administrative me ngrirje çmimesh.